Kompania minerare Erdemir njoftoi sot se ka zbuluar rreth 424.000 onë zar në provincën turke të Sivasit, vlera e të cilit vlerësohet në 1.7 miliard dollar. Siç u thash, një vend që aktualisht të klasifikohet si një burim i mundshëm sipas standardeve të UMREK dhe JORC, dhe aktivitetet hetimore në terren vazhdojnë, raporton Hürriyet. Deri më tani rreth 45 hektarë nga një total prej 5.804 hektarësh të zonës ku lejohet kërkimi janë shqyrtuar si pjesë e punës arkeologjike dhe gjeologjike. U kryen 360 shpime në një gjatësi totale prej gati 97.000 metrash dhe rezultatet u analizuan në një laborator të autorizuar ndërkombëtarisht në Ankara. Përmbajtja mesatare e arit vlerësohet në 0.89 gram për ton xehe. Në fazën tjetër, do të kryen shpime shtesë për të kontrolluar dendësinë dhe shpërndarjen e saktë të xehes, gjë që do të mundsoj kalimin nga statusi i burimit të mundshëm në rezerva të provuara. Depozita po trajtohet si një nga burimet vendase potencialisht të rëndësishme të arit, ndërsa Turqia kërkon ta zëvendësojë varësinë e saj nga importet e metaleve të çmuara dhe lëndëve të para strategjike. Gjykata speciale ka bërë përditësime në orarin e seancave në rastin Thaçi dhe të tjerëve pas shqyrtimit të disa kërkesave të mbrojtjes së Thaçit. Në vendimin e datës 4 nëntor 2025, trupi gjykues shqyrtoi kërkesën e mbrojtjes në lidhje me dëshminë e dëshmitarit të planifikuar Wesley Clark. Dëshmia e tij pritet të fillojë më 18 nëntor pasdite, ndërsa trupi gjykues ka rezervuar edhe një ditë shtesë më 21 nëntor për të përmbyllur dëshminë në mënyrë efektive. Sipas vendimit, dita shtesë është rezervuar për të mundësuar një përfundim të shpejtë të paraqitjes së argumenteve nga mbrojtja, megjithatë, palët janë të inkurajuara të përpiqen të përmbyllin dëshminë më herët nëse është e mundur. Gjithashtu, për javën e ardhshme është bërë një ndryshim në orarin e seancave. Seanca e 10 nëntorit 2025 do të fillojë në orën 14 dhe do të përfundojë në orën 17. Trupi gjykues thekson rëndësinë e përmbushjes së këtij orari për të siguruar rrjedhshmërinë e procesit gjyqësor. Zyra e prokurorit të specializuar më 30 shtator 2022 ka dorëzuar akt akuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasnishit dhe Recep Selimit, e cila përbohet nga 10 pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Më 29 prill 2022, zyra e prokurorit të specializuar kishte dorëzuar një akt akuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasnishit, ku pretendohet se katërt të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakov e Semetisht. Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjen e tyre të parë, Jakub Krasnishi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vijnë në barr. Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Recep Selimi më 11 nëntor. Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasnishit është konfirmuar më 26 tetor të vitit 2020.